Ka bërë përshtypje një çunë sinqerisht, erdhi para 6 muaj, bëri kursin te ne 6 mujor. U diplomua, mësovi shumë mirë, pra u bë super berber, sinqerisht. Ky kishte letra, se edhe familjen e kishte në Australi. Pra në Australi, ishte shumë larg. Tani shive çfarë më bëri përshtypje mua, se unë duke bërë mohabet me këtë djalë, se 6 muaj aty, doja të dija se si funksiononte Australia, se s'kam qenë ndonjëherë me thënë drejtën. Vajti në Australi, edhe shive sa punoj këta në javë. Punoj 2 ditë në javë, sinqerisht. Të hanë edhe të marrë, ditë e tjera i kam pushim. 120 euro qefi valla. Jam habitur më. I thosha, po pse s'punon të mërkur të ende të prende më? Edhe shtunë, pastaj lare djelën pushim, jo, më nuk aq të lejojnë, thoshte. Pastaj 120 euro qefi më bëj 30 veta në ditë, thoshte. Pra bonte 1000 euro në ditë, më 2000 euro të hanë të marrë valla. Leki të shmendur më, jetë tjetër në Australi më, sinqerisht më, u habita më, berber valla.